Zotri Baraliu, prapë se prapë kemi një takim që përfundon pa marrëveshje, por gjithsesi me një frym më ndryshe, të paktën ajo që janë shprehur dy palët kanë qenë më optimist se në takimet e ardhshme mund të kemi diçka më konkrete, ndoshta edhe arritjen e një marrëveshje. Si e ke parë disponimin e të dy palëve pas takimit? Po, relativisht pozitiv dhe shpresdhanës, por jo i përcaktuar, i determinuar qartë, çfarë drejtimi po shkojnë bisedimet, dhe a janë ato në frymën e gjetjes së një marrëveshje të përbashkët, qoftë për presidentin konsensual ose çfarë do që ta kenë ata parasysh dhe ta marrin parasysh, pra si solucion, qoftë për bashkëqeverisje eventuale, nëse është fjala për një marrëveshje më të gjerë, më gjithëpërfshirëse, për bashkëqeverisje. Cila do që t'jetë, mësë miri do t'ishte që këto dy subjekte politike t'ishin më të qartë, kishte më shumë qartësi dhe më shumë shpejtësi veprimi, efikasitet në veprim. Të qëndrosh 3 orë në një takim dhe të mos ketë asnjë rezultat prekshëm ose orientim qartë, se ka po shkohet përkundër atyre deklarimeve shpresdhënëse pozitive, jemi të gatshëm e tjera, po to mund t'jenë edhe floskula politike. Nëse kjo nuk është, atëherë gjithsesi është shpresdhënës ky takim dhe do duhet përfundoja që është më e rëndësishmja me një rezultat konkret, me një marrëveshje konkrete, sepse është vetëm alternativë fatkeqësisht tani në këtë moment kur po flasim mes këtyre dy subjekteve që të ketë një marrëveshje dhe të mos shkohet në zgjedhje tjera të radhës, të cilat janë të dëmshme, jashtëzakonisht të dëmshme madje për çdo subjekt politik, për shtetin, për qytetarin. Në fakt, shkuarja në zgjedhje u përmend nga të dy palët gjatë deklarimeve, u tha se nëse nuk të arrihet kjo marrëveshje, vendi rrezikon të shkojnë në zgjedhje, u tha nga të dy palët, e keni parë këtë deklarim si një lloj kërcënimi ndaj njëra tjetrës, apo si një realitet i dukshëm që me të vërtetë nëse nuk arrihet një marrëveshje, vendi rrezikon të shkojë prapë në zgjedhje? Po si një sjellje në rreth ose tautologji, dhe si një thjesht paqartësi e duhur për të treguar, siç e thash në fillim, orientimin e qartë se ka po shkojnë këto biseda. Do duhet të ishin më të qartë, më konkret, më dashamirës të një marrëveshje, sepse të dy palët janë në cajtnote politike dhe kohore. Pra edhe kjo LDK-ja edhe vetëvendosja, pra këta dialogus që janë tashmë. Nuk ka alternativë tjetër, nuk kemi kohë për të humbur, është momenti i dur, do duhej që të kishte një zgjidhje e cila mund të mjaftonte vetëm me disa orë për të bërë një marrëveshje para mbledhjes së kuvendit. Po kjo nëse nuk është e mundur, atëherë futemi në afatet kushtetuese të 60 dhjetorit për zgjedhjen e presidentit dhe atëherë gjasa gjithë janë më të vogla, sado që koha shkon, duke u bazuar në praktikat vepruese të këtyre partive politike në të kaluarën, sidomos në vitin e fundit dhe një vit e gjysmë të fundit, dhe thjesht gjasat janë më tepër pastaj ose do të ishin më tepër drejt përsëritjeve të tautologjisë së tyre politike për të thënë që po bën diçka në fakt për të mos bërë asgjë dhe për të përgatitur për zgjedhjet e reja që para skend nuk janë të përshtatshme dhe të dobishme. Tani sa i përket edhe çështjes së presidentit, në deklarimet që u bën, ishte që nga lëvizja vetëvendosje u tha që pra figura që do të vjen si kandidat për president duhet mos përfaqësoj vetëm një subjekt politik, por të ketë një përfaqësim më të gjerë. Nga ana tjetër, ishte LDK që si parti nuk kanë apetit për postin e kryeparlamentarit. Në anën tjetër, kishim edhe një deklarim sfundmit të AAK-s që deklaron që posti presidenti duhet t'i përkas partive opozitare. Mendoni prapë që do të kemi një emër konsensual apo gjithë ky diskutim që po bëhet për arritjen e kësaj marrëveshje në fokus ka edhe emrin e kandidatit për president? Duke u bazuar përveç kësaj që ju thatë edhe në deklarimin e përfaqësuesit gjithësisht kryetarit Lidhjes Demokratike, i cili tha ndër të tjera që LDK-ja duhet të ndihet të përfaqësuar, që do të thonë ka ambicie politike që ta kenë president.
ndërkohë që ambicjet, përpjekjet e vetëvendosjes janë si duket që dhe orientimet e një marrëveshje potenciale me LDK janë që t'i jepet diçka tjetër, pra ndonjë post siç është premtuar edhe herën e kaluar në qeveri, eventualisht kryetari i parlamentit, por presidentit të mbetet vetëvendosjes. Pra edhe këtu shohim atë që thash paqartësinë më parë dhe synimet politike radikale, do t'i quaja, të dy palëve, të cilat nuk ofrojnë pastaj mundësi për të gjetur një solucion të përbashkët, sepse ambicet i kanë të kundërta. Pra, në fakt, vetëvendosja që duke u bazuar edhe në pjesën e deklaratës së kryeministit në detyrë që tha marrëveshja duhet të jetë në frymën e rezultatit zgjedhor, pra nuk mund, me fjalë tjera, kjo do të thotë që nuk mundet dikush të pretendojë me kaq sa ka marrë vendin e tretë si parti, të marrë edhe pjesë pushteti të rëndësishme. Në anën tjetër, këta pretendojnë që të kenë jo kryetar kuvendi, siç është deklaruar dhe thatë edhe ju, pra Lumira Bexhiku, por synimi është e presidenti. Dhe mendoj që këtu mandej gjejmë shtrat për synimet e kundërta, për shtyrje, cili mund të përfitoj sa ma shumë dhe për eventualisht në fond për një marrëveshje ose jo dhe në fond për shkurjen e zgjedhjeve të këmbgulësia, përsëri i natet, qëndrimet rigjide, gjuha e drojt e komunikimit dhe shkurja në zgjedhjeve të reja. Tani pam që në takim Abdi Xhiku nuk ishte i vetëm, kësaj radhe kishte me vete edhe Vjosa Osmanin si dhe Lutfi Hazirit, në anën tjetër kreu i Lëvizjes Vetëvendosje kishte në krah Zotërin Kurran Murati. Mendoni që kur diskutohet për çështjen e presidentit është insistimi nga Lidhja Demokratike për të qenë Vjosa Osmani në krye dhe kjo që kundërshtohet nga Lëvizja Vetëvendosje, apo thjesht Vetëvendosje insiston patjetër që ky post të jetë nga radhët e saj? Fillimisht është e qartë për Lidhjen Demokratike, ose do duhet ishte e qartë që edhe për të gjithë të tjerët, opinionin publik që pikërisht personaliteti i zonës ish presidente ishte Moll Sherri, themi kushtimisht, thojza për të shkuar në zgjedhjet e kaluara, sepse nuk ishte figurë e pranueshme që të vazhdojë mandatin edhe një mandat tjetër për vetëvendosjen. Por me dignitet politik u mundua, domethënë kreu i vetëvendosjes dhe kryeministin e detyrë që ta gëlltis gjitha të mos përputhje dhe kundërshti që kishin mes veti, që ndonjëherë dilte edhe publikisht, po me atë matashpra të shprehjes duke thënë që po dikush bën bigjoz, luan bigjoz me shtetin e tjera, dhe nuk e vund shumë sipërfaqe, por thellësisht janë dallimet e mëdha dhe mendoj që Lidhja Demokratike pas rezultatit që ka marrë, edhe me Vjosa Osmanin Sadriun, nuk mund të pretendoj, ose madje edhe mund të heqë dorë nga emri për postin e presidentës të së përmendurës, por jo edhe nga posti president nga dikush tjetër nga Lidhja Demokratike. Prandaj jemi këtu në një fushë të paqartësuar, të mjegulluar politike, dhe se si do të përfundojnë tendencat për të marrë sa ma shumë pushtet, sepse kjo është kjo. Edhe kjo në qoftë se merë, çka do qoftë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, qoftë me presidentin një pjesë të pushtetit, mund të ndikoj pozitivisht në frymën e konsolidimit saj që ka brenda qartë, ka paqartësi dhe ka grupacione. Dhe për ta përmirësuar klimën edhe me antarësinë, mandej mandati, mandej janë zgjedhjet e rregullta, kështu që të qetësohet situata, kanë interes. Edhe unë mendoj që këte duhet ta artikulojnë me një kërkesë modeste, të arsyeshme, proporcionale me pushtetin dhe votat dhe besimin e fituar, dhe të pajtohet me vetëvendosjen. Në anën tjetër, vetëvendosja po ashtu duhet të heqë dorë nga marrja gjithë asaj që quhet pushtet, dhe aq më tepër kur nuk i ka votat për presidentin, ti ke për parlament, ke për qeveri, po është kot, ata s'bëjnë punë më shumë se 2 muaj. Pas 2 muajve duhet shkuar në zgjedhje, pastaj edhe 45 ditë tjera. Prandaj nëse jemi në këtë pat pozicion, ishim më herët, nuk u morën vesh, edhe pas zgjedhjeve tashme mund të përsëritet e njëjta situatë,
politike, të njëjtat mosmarrëveshje, sepse janë kundërshtitë nda mosbesimi i madh. Dhe mund të jenë proporcionet edhe më të padëshiruara për të gjithë. Edhe për opozitën edhe për pozitën. Do të ishte mirë dhe është momenti i fundit që të merren vesh të ketë një marrëveshje, të formohen institucionet dhe të vazhdohet aktiviteti për qytetarin dhe Republikën, sepse jemi në zgrips edhe jemi në fazën e fundit të besimit të rënë për toke, nga Bashkia Ndërkombëtare, nga Bashkimi Evropian, që të heqë vërejtjen që nuk mund vazhdohet kështu, dhe nga vota demokratike, sepse po dëshmojmë që nuk jemi sa duhet të pjekur dhe të aftë për të kaluar vetveten dhe për ndërtuar institucione për të forcuar shtetin. Por, më të për të prirur që ta mbajmë peng shtetin, institucionet dhe Republikën, mos flasim për buzën e qytetarëve që po ja bën kjo klasë politike, duke ju besuar dhe duke ju vënë sprov disa herë, duke ju treguar në zgjedhjet e fundit me leksion konkret, me abstinencë, mungesë në daljen, në përqindje shumë tul. Këta nuk marrin vesh, kjo do të ishte kësaj radhe në qoftë se vazhdon kështu, do të ishte diçka që mund të jetë fatale pikërisht për këto subjekte politike, po edhe për vendin në përgjithësi dhe ne qytetarët. Tani, zotëri Paralio, do doja edhe një mendim tuajin se si e keni parë edhe qasjen e dy partive të tjera opozitare, PDK-s dhe AK-s, të cilet nuk kanë pranuar të takohen, nuk janë përgjigjur pozitivisht, pra ftesës së Kurtit për takime. Vetmja që ju përgjigj pozitivisht për takime ishte LDK-ja. Këto dy parti të tjera nuk pranuan që të takohen dhe të diskutojnë. Si e vlerësoni qasjen e tyre? Fillimisht më lejoni të konstatoj që votuesi u ka dhënë përgjigje këtyre dy partive dhe opozitës përgjithsisht. Jo vetëm në zgjedhjet e fundit, po edhe më herët, sidomos në zgjedhjet e fundit, dhe këta duhet ta kuptojnë leksionin. Nuk mundën të ndërtojnë politika, është drejt legjitime si parti, por duhet pasur kujdes se çka po ofron qytetarit, çka po i ofron institucionet, këtë rast kuvendit, sepse presidenti nuk zgjidhet për një parti. Qeveria po. Parlamenti dhe presidenti janë të gjithëve dhe duhet marrë pjesë në atë. Çfarë do forme, me marrëveshje, pa marrëveshje, me një nivel dhe emancipim të lartë kulturor dhe demokratik si parti politike duhet marrë pjesë në proces. Kjo nuk do të thotë ta votoj dikën që propozon dikush, qoftë nga pozita, qoftë nga një parti tjetër, siç është tash LDK-ja. Po të jesh i pranishëm aty, një thjesht suspans që e ka bë, një presedent që ka bërë gjykata kushtetuese duke futur aty mishtegër me këtë punën e korumit në një vendim atje dhe që nuk është kushtetut, po e ka bërë pjesë kushtetutës, tani duhet ketë vedi institucionale si shpati vitin e kaluar nga PDK-ja me votimin e kryetarit të kuvendit, nga LDK-ja votimin e nënkryetarëve, pra kjo është vedi institucionale. Dhe këto dy parti, njëra me kërkesa të cilat janë edhe mund të konsiderohen edhe si kushtëzime, po për më tepër nuk i kanë bërë mirë analizat, sepse nuk mund të propozosh për shembull njëra nga ato 6 kërkesa, 1 miliard për Prishtinën. Po s'mundet sepse s'ka si edhe po të donte qeveria që vjen, nuk mund ta bëj sepse janë parametra tjerë ligjor dhe kriteret mbas ligjit për buxhetin që përcaktojnë se sa i takon buxheti vjetor një komune. Janë për shembull numri banorëve, është territori, janë kriteret tjera të caktuara në të cilat bazohen dhe në bazë të atyre kritereve caktohet buxheti për secilën komunë. Nuk mundet në mënyrë autarkike dikush të caktojë buxhetin. Pra janë kriteret dhe jashtë atyre kritereve kush do ta bëj, ka do ta bëhet miliard. Është abuzim, shkelje ligjit, për shembull, ose kërkesa për gasin amerikan. Çfarë do të thotë kjo? Ekskluzivisht politike. Do të thonë, ti mund të kërkosh si parti, po s'mund ta detyrosh dikën tjetër që është në qeveri, që ka planin qeverisë, që ka projektet e veta, që ka premtimet, ka programin e caktuar, është orientim ideologjik tjetër fare, nëse dikush është liberal, dikush tjetër është socialdemokrat, majtist, si që janë këta të qeverisjes momentale. Pra daj mendoj që është i reale të vesh kushte dhe tush po e votoj. Pa kushte do duaj. Kjo është vedi institucionale. Nuk është as poshtrim, as dobësi, as një subjekti politik. Përkundrazi, i dhash dy shembuj më parë vitit kaluar që kanë qenë për lakmi kështu do duhet vepronin. Edhe pa marrëveshje, sepse ato institucione po e përsëris nuk janë për një parti, nuk janë për partinë pushtet,
janë për të gjithë. Dhe edhe PDK-ja me një pozicion rigjid, hynë në biseda herën e parë, dhe më thënë tash, kur ishte të zoti Kurti, kryetari kësaj partije, dhe në fillim tha se do të kemi vijat kuqe. Kur doli prej aty, tha ne do të rrim në opozit. Qëndrimi në opozit është vije kuqës. Duam biseda, nuk shishkon bisedë. Do të thënë, nuk është qasje e duhur për vetë partit. Unë mendoj që është e dëmshme si politikë, si qasje, si qëndrim i këtyre dy partive për vetë partit e tyre dhe antarësinë e tyre. Ndërkohë që edhe për institucionet, sepse kjo do të thotë faktikisht me që vendin zgjedhje, sepse tash ka mbetur edhe është presion në një mënyrë plus. Presion në fituesin e zgjedhjeve që tani edhe në LDK-n, që tani të kenë kujdes ata dhe të bëjnë lëshime ndaj njëri tjetrit, për ndryshe është kërcënim për shkullin zgjedhje, në direkte ose indirekte, dhe aluzion. Dhe nëse është kështu, mendoj që do duhet bashkëpunim, t'i shtrojnë kërkesat, njërë korekte, transparente, të hapur, jo të thonë, mi jep ti mu 2 kandidata, 3 kandidat, po s'ti tërgoj emrat, po kështë ma pak se loj politike. është ma shumë se sa tadje me publikun dhe inteligencen e këtij populli. Për shembull, ose qëndrimet e saktuara ma herët si që kishte pikërisht LDK-ja, falni, as me njerën, as me tjetën. As pozit, as në opozit. E kështu me radhë, për ç'është ajo as mish, as peshk. Pozicionet e tilla janë ekstremisht të papranueshme dhe të dëmshme për demokracinë dhe për qytetarin. Mos flasim në aspektin financiar, keni parasysh çdo palë zgjedhje neve na kushton 15 milion euro, dhe që do të thotë kjo, dikun rreth 50 milion për 3 palë zgjedhje, 4 atash, shkojmë 70 milion euro, po me ato para do të bëhej punë e madhe. Në çdo aspekt, edhe në zhvillimin e ekonomisë, edhe në zgjidhjen e problemeve sociale, prandaj duhet këto dy parti të kenë qasje, është punë e tyre, por ajo që dim ne nga teoria e së drejtës elektorale është që thjesht ky edhe interesi i shtetit, dhe nëse janë për interes shtetit dhe po thonë që po ne edhe kanë deklaruar madje, Alianca ka deklaruar që ne do të jemi në funksion ndërtimit të institucioneve. Tani më PDK-ja në kryetaria saj tha ne jemi për ndërtimin e institucioneve, por do të rrim në opozit. Po ja buka ja kulaçi, më falni, thot populli. Nuk mundet edhe njëra dhe tjetra. Nëse rrin në opozit, si e për ndërtim institucionesh. Nëse je për ndërtim institucionesh, tregoje, thuj, do të vinë në seancë, marr pjesë, po s'votoj për ty. Mjafton kaq. Kjo do të ishte korrekte dhe institucionale. Po ja që i kanë pa definuar edhe nuk dinë si duket çka po mendojnë dhe si po veprojnë, dhe kjo flet për ka një spontanizëm diletant në sjellje pas një përvoje 27 vjeçare, disa parti edhe 36 vjet, që do të thotë duhet të kenë pjekuri në veprim dhe në ide, dhe sidomos energji kohezive për të bërë institucione, për të bashkëpunuar për interes shtetit, për të kritikuar pozitën aty ku ajo gabon. Zërbali, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe të gjitha këto informacione dhe analizën tuaj në kuadrët e emisionit Rreth Rrotullt. Faleminderit.